Jemi në studio dhe është koha për të zhvilluar intervistën e ditës dhe me mua në studio është Abdush Demiri, nënkryetari i Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve. Mirë se vini në Alcat. Mirë se ju gjeta, faleminderit për ftesën. Dua të flasim pak për atë që sot ishte temë diskutimi në gjykatën kushtetuese, ku anëtarët shqyrtuan një nismë për vlerësimin e kushtetueshmërisë rregullores të sjellë nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve e që i referohej numrit të nënshkrimeve për të kandiduar në listat për këshilltarë dhe kryetarë komunesh. U soll vendimi për mos të hapur procedurë, po u soll se si u soll tani. A mund pritet që në të ardhmen të kontestohet e rregullore për shkak se kishte kritika nga gjykatësit se mënyra se si është sjellë dhe çfarë ka në përmbajtjen e saj? Tani, pas abrogimit fillestar të neni 61 dhe 60 të kodit zgjedhor, i cili ka të bëjë me numrin e mbledhjes së nënshkrimeve për kandidaturat e pavarura, dhe pas tentativës së dështuar të kuvendit për të miratuar ndryshime në kodin zgjedhor të cilat do të rregullonin këtë çështje, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve në seancë publike miratoi rregulloren në përputhje me nenin 63 dhe nenin 60 të kodit zgjedhor. Më lejoni të sqaroj, Komisioni Shtetëror Zgjedhor nuk ka tejkaluar ingerencat e veta, nuk ka përcaktuar cenzus të nënshkrimeve, për shembull 100, 200 apo 300. Komisioni Shtetëror Zgjedhor vetëm se në përputhje me nenin 63, ku përshkruhet procedura që kandidaturat e pavarura propozuesit duhen të legjitimohen para zyrave rajonale të Komisionit Shtetëror Zgjedhor. Dhe e ka sjellur atë rregullore pasi që fillonte edhe afati i përcaktuar në nenin 63, me të cilën nevojiten 15 ditë për të realizuar atë procedurë. Dhe Komisioni Shtetëror Zgjedhor vlerësoi që ka sjellur rregullore në përputhje të plotë me kodin zgjedhor dhe këtë tani po e kuptoj që edhe gjykata kushtetuese nuk ka hapur. Kishte mendime ndryshme brenda plenumit sot në gjykatën kushtetuese. Gjykatësia Dobrilla Kacarska e akuzoi Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve se ka tejkaluar kompetencat e tij dhe ka sjell një rregullore që në fakt ka fuqi ligjore dhe që e ka marrë rolin e kuvendit në këtë rast. Përmend edhe më herët, Komisioni Shtetëror Zgjedhor nuk ka përcaktuar cenzus të 100, 200, 300 apo 500 nënshkrimeve. Komisioni Shtetëror Zgjedhor vetëm se në përputhje me nenin 60, ku nuk mund t'i mohohet e drejta për kandidim kandidaturave të pavarura. Në nenin 60, ajo është aty. Në nenin 63, është e përcaktuar procedura për kandidimin e kandidaturave të pavarura dhe janë afatet e përcaktuara. Vetëm se gjykata kushtetuese ka abroguar nenin 61 dhe 60, mirë po nenin 60 dhe 63 është aktual. Dhe Komisioni Shtetëror Zgjedhor në përputhje me këtë dy nene ka sjellur rregulloren e cila vlerësojmë se është plotësisht e ligjshme. Paraprakisht ju deklaruat që mosndryshimi i kodit zgjedhor e obligoi Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve të merrë një vendim të tillë. Kryeministri pak ditë më parë deklaroi që ka akoma afat për të sjellë ndryshimet në kodin zgjedhor. Sa do ta komplikonte kjo procedurë në këtë rast dhe çfarë do të ishin pasojat juridike ndaj vendimit, ndaj rregullores, po edhe ndaj kandidatëve që tashmë kanë dorëzuar dhe verifikuar listat e tyre? Vlerësoj që domethënë tentativa ishte me një farë mënyre e dështuar për ndryshimet e kodit zgjedhor. Një ditë pas dështimit të tentativës për të ndryshuar kodin zgjedhor, Komisioni Shtetëror Zgjedhor mbajti seancën me të cilën pasi atë ditë fillonte edhe procedura e parashikuar në nenin 63, i cili është në fuqi që të filloj procedura, që të legjitimohen propozuesit e kandidaturave të pavarura. Është një procedurë e cila patjetër që duhet respektohet në bazë në përputhje me nenin 63 të kodit zgjedhor. Situatët të atill hipotetike nuk do të kisha komentuar, mirë po e di një gjë sigurt se nuk do të ketë efekt retrospektiv që të kthehet procedura prapë, pasi që zgjedhjet jemi më në fazë të realizimit të veprimeve zgjedhore dhe pritet të mbahen në datën e përcaktuar ashtu siç është. Flasim për pasojat që mund të kenë në procesin zgjedhor, mos miratimet apo mos ndryshimi i kodit zgjedhor, por paraprakisht dua të pyes se a e priste Komisioni Shtetëror Zgjedhor një mbingarkim të tillë të listave zgjedhore nga kandidatë të pavarur? Për shembull, për qytetin e Shkupit kemi 18 kandidatë. Kemi 20 lista për këshilltar. Edhe në qytete të vogla, ku potencialisht nuk ka shumë zgjedhës, ka për shembull 12 kandidatë, ka 11 kandidatë, ka 13 në Makedonski Brod,
13 lista për këshilltar. Sa e vështirëson kjo edhe organizimin e zgjedhjeve? Komisioni Shtetëror i Zgjedhor është i përgatitur, do me thënë që të realizoj zgjedhjet në programin e parapar dhe afateve e parapara. Nuk vlerësoj se do të ketë problem në këtë, pasi që edhe ne i kemi analizat. Besoni që edhe pse me lehtësimin, mund të quajmë si lehtësim për propozimin e kandidaturave të pavarura, besoni që numrat janë të ngjashme me zgjedhjet zgjedhjet lokale të vitit 2021. Do me thonë, zgjedhjet deri në afatin e përcaktuar, deri në komisionit komunale zgjedhore, janë ndërzuar në nivel republikan flas, 575 lista për këshilltar, 312 lista për kryetar komunash, të dërzuara nga ana 22 partive politike, 19 koalicioneve dhe 119 grupe zgjedhësish. Tani jemi në fazën e shqyrtimit të listave dhe jemi në fazë të fundit dhe në mënyrë suksesive po vërtetohen, do me thënë, kandidaturat nga ana e komisioneve komunale. Tani kemi 312 me 579 lista për këshilltar kësaj radhe, që rezulton një numër pak më i madh. Pak më i madh, mirë po është në kuadër të asaj që e kemi pasur edhe në zgjedhjet lokale 2021. Kodë zgjedhor nuk u ndryshua, nuk u përfshin as rekomandimet e OSBE-s DRS që kishte një kritik drejtuar ndaj më shumë ligjvënësit se sa Komisioni Shtetëror të Zgjedhjeve. A do ta penalizon kjo Komisioni Shtetëror të Zgjedhjeve, ta organizon procesin zgjedhor ashtu siç ishte i parapar, dhe sa do të jetë kritik procesin në sy të vëzhgimit ndërkombëtar? Unë mund të flasë vetëm në emër të Komisionit Shtetëror Zgjedhor dhe ingerencave të Komisionit Shtetëror Zgjedhor. Sa i përket ligjvënësit, rekomandimet e OPSE Odirit, do me thonë mund të drejtoheni nga ligjvënësi për të dhënë spjegime për atë se nuk janë bërë ndryshimet në afatet e përcaktuara, si zakonisht është e preferueshme që të mos bëhen 6 muaj për para zgjedhjeve. Mirë po mund të përmendi vetëm atë që e tangon Komisioni Shtetëror Zgjedhor. Mund të përmendi që në përputhje me rekomandimet e OPSE Odirit në drejtim të ingerencave të cilat i ka Komisioni Shtetëror Zgjedhor, Komisioni Shtetëror Zgjedhor ka vepruar. 2 nga rekomandimet që vlerësojmë që janë të rëndësishme, që kanë qenë në raport, janë zgjedhja e sekretarit gjeneral të Komisionit Shtetëror Zgjedhor, pasi përpara nuk ka pasur sekretar gjeneral, ajo çështje është kryer, dhe në një nga seancat të cilat i patëm së shpejti publike, miratuam edhe proces verbalin numër 16, thjeshtëzuam me një farë mënyre atë formular që ta kenë më të lehtë këshilla zgjedhore për të përmbushur proces verbalin e ditës së zgjedhjeve. Kur duhet të arrijë në vend monitoruesi ndërkombëtar të zgjedhjeve? Vetëm se grupa e parë ka filluar dhe do me thonë ne në seancë publike kemi miratuar akreditimet e disa vëzhguesve të OSBE Odirit, ashtu si që vinë kërkesat për akreditime në mënyrë të përshpejtuar Komisioni Shtetëror Zgjedhor i sjell akreditimet e nevojshme dhe do me thonë çdo ditë e kanë ata planin e planifikuar të tyre në bazë të cilave vinë në vend. Ka parapar Komisioni Shtetëror Zgjedhor mbulimin e procesit zgjedhor dhe mos përsëritjen e praktikave nga e kaluara për mos pagesën e vëzhguesve apo edhe personave që kanë marrë pjesë në monitorimet zgjedhore? Sigurisht që po, edhe nëse janë bërë lëshime të tilla, janë bërë për arsye të ndryshme teknike, si vjet, do me thënë, kemi zgjedhjet lokale dhe shumë nga obligimet dhe duhet përmbushen edhe nga pushteti lokal, më konkretisht nga komunat, dhe është paralajmëruar, do me thënë, Komisioni Shtetëror Zgjedhor edhe ka njoftuar edhe të gjitha komunat që të jenë të kujdesshme edhe përpara planifikimit të buxhetit që këtë çështje ta kenë të paraparë. Do t'ju pyes për një çështje për cilën ju ishit akuzuar, kishit deklaruar disa herë, po mundësia e parë për të deklaruar për ta sqaruar atë akuzë që ishte ndaj jush ishte në mbledhjen ku mor vendimi për zvoglimin kushtimisht e numrit të këshilltarëve. Ju nuk ishit prezent. Po sot, si e vlerësoni atë vendim? Unë në atë mbledhje kam për arsye objektive, do me thonë, personale, nuk kam qenë prezent në atë mbledhje, mirë po kam qenë prezent në seancat tjera të cilat mund të ndiqni edhe incizimet e seancave tjera.
kam votuar pro bashkë me kolegen time e cila vjen nga provenienca shqiptare, dhe gjithë një kemi qenë për çështje të cilat kanë të bëjnë me përfaqësimin e shqiptarëve, kemi qenë bashkë. Në atë mbledhje nuk kam qenë për arsye objektive, por të kisha qenë në atë mbledhje, sigurisht do të votoja edhe unë kundër. Do të vendimi që është marrë për mendimin tuaj nuk është i arsyetuar dhe ju nuk e përkrani. Po. Faleminderit për kohën tuaj në Alsat. Faleminderit edhe ju. Ishte Abdull Xhemiri, kryetari i KSZ-s, ne vetëm pas siglës vazhdojmë me informacionet e tjera, ju vazhdoni të qëndroni me Alsat.